Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lësë Allah që të na i pranoj ibadetet, të na i shpërblej punë të mira dhe të na i falë ato të këqijat. Allahumma amin. Vazhdojmë me disa nga mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili në renditja është thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëzohej kur i shifte njerëzit me emra të bukur. Emri është i rëndësishëm në Islam, emri ndikon tek personi. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ndodhur që ka këshilluar njerëz me ndrua emrat e këqij. Sidomos nëse kanë pas kuptim negativ që ai kuptim pastaj edhe e ka përcjell njerin në jetë. Për shembull, njëri prej transmetimeve thot njëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam u taku me njërin i cili e kishte emrin Mukriz. Edhe ishte njeri i keq. Asësi nuk mujke më marrë vesh pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta në Hudejbije. Ishte marrëveshja për me hy në Mekë muslimant me bo umre apo mos me hy. Ishte i pakapshëm, ishte i pa, sepse emri i tij e kishte edhe këtë kuptim. Pastaj thot, duke bisedu pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta, në ato momente erdhi Suhejl ibn Amri. Suhejl, fjala Suhejl është diçka i lehtë, diçka i kapshëm, diçka me të cilin mundesh me vë muhabet. Mundesh me ule me bisedu me ta. Mundesh me diskutu, mundesh me gjetë një mesatare. Edhe kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e pa tha sehula amrukum. U letu çështja juaj, mos e bani gajle, se me këta mundem më marr vesh. Prandaj edhe për me u marrë vesh edhe bën një marrëveshje edhe pse dukej për disa besimtarë se e pa arsyeshme, por erdhën në një mesatare ku pejgamberi alayhi salatu wasalam lëshoi pa, u morën vesh, u kthyn atë vit për marrë në vitin tjetër. Ulemat kanë përmendë dhe kemi thonë edhe këtu, por ndoshta dikush për juve s'ka qenë i pranishëm, kemi thonë se njerëzit kanë ndikim nga emrat e tyre. Pse? Kur ta përmendesh dikujt një emër, për shembull Durim. Ai ka me bën sabër. Se fjala Durim do von sabër. Ka me bën sabër. Gzim. Ai do të më gëzuaj. Se emrin e ka të tillë, Emrat e këqij nuk janë të lejuar. Dhe përgjithësia vurjes e emrit është e babës përgjithësia. Nuk është as e nanës, masane vjen e nanës. Nëse toleron shon pa baba thot po, s'ka problem gruaja ose daja ose filon le të emrin, s'ka problem. Por askush nuk duhet me ngushtu askënd, se na kemi raste kur dëgjojmë që dikush janë gjatë një emën, edhe kur ti thu kush e ka vënë për këtë emën, thotë e ka vënë daja, po na ka ardhur keq më ja prish. Ka shkuar kanë gjetur aty një emër opton rrot kerre. Po s'u aprishëm rana, s'u aprishëm. Ti dush me aprish. Sa nuk bën marrë me të ngushtu ty te fëmia yt. S'bën me të ngushtu. Ai mund me thon, po preferoj që të amën, po sugjeroj edhe mu tërhek. Lej, njerëzit kanë bë plane një muaj, një vjet përpara, nuk e din ti. E pejgamberi alayhi salatu wasalam tregohet nga Sejd ibn Musayyib, ky nga baba i vet, se gjyshi i tij e ka pas emrin Huzn. Huzn do të thonë mërzi. E kundërta e gëzimit që përmend aparës. Mërzi. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e ka ndëgju këtë, atëherë ka dashur më nrru. Edhe ka thonë në raj emrin bën e sehel. Jo i mërzitshëm, jo mërzi, po diçka i lehtë, i gjallë, i pranueshëm, si parës që e përmendëm më herët.
Ai u tregu arrogant, i pa edukuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe çka i tha? Nuk e ndroj, tha, unë një amën që ma kanë gjitë baba jam. Atër pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha në rregull, vazhdo. Qysh po ta mërmenja, vazhdo. Thot, nipi i vetë, ka vazhdu, thot, mos mu hek prej asoj dite kur mërzia në shtëpinë tonë. Ja përlamje, ja idhnim, ja fatkeqësi, ja vdekje, gjithmonë në shtëpinë tonë ka pas diçka. E kupton? Nuk lejohet emni keq. Emnat e këqe mund të kenë ose kuptimin e keq ndonjëherë, përkthimin e keq, përmbajtjen e keqe, ose mund ta kenë historinë e keqe. Emni si emën s'ka të keqe ndoshta kur gjë, po historia të emnin në filan vendin është e keqe. Ka emna, për shembull, ka pas në vendin tonë prezant emën Menat. Menat është emën i idhullit, i atij zotit rrejshëm, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ra'aytum Lata wal Uzza wa Manat ath-thalithata al-ukhra. Keni pa Latin dhe Uzan, edhe Menatin të tretin atyne. Kanë pas ta tre zotë, Allahu afara'aytum Lata wal Uzza. Allah ka thonë, ai keni pa këta tre idhuj që kanë konsideruar zota. Ka pas prind që kanë gjitë emnin, thotë në Kur'an është hoxha emni. Menat. Po është në Kur'an, po Allah ka përmend për keq. S'do më thonë çdo emën që ngjitet që është në Kur'an edhe duhet më ngjit. Në Kur'an shkruan edhe Iblis. A më janë gjitë as djalit i Iblis emnin, shejtan. E kupton? E këto e kanë ndru pasaj djaloshe. Ka pas tjetër emnin Mirhad. Mirhad i thot qenefit. Ama bash ati qenefit ku e kry njeri nevojnë, jo këta qenefat e modës, ta banjet e sotshme, ku janë aty paqa, me keramika, me uje, me ujtë nxehtë, me bojlere, me kreta lukset. Jo, ai qenefi i moqëm, që ke marrë aty kokumën, e ke marrë me ujë, edhe s'ke mujt me inë WC, s'ke mujt me dal pi katastrofës. E që ati kanë thonë Mirhad? Njeri, ja kanë gjitë emnin, ka menu që është emën i mirë. Pra, mundet historia më kone keqe, të emni parë, Menat, mundet më kone edhe përkthimi keq. Njoni po mbyt, dhe ta bën Halik, më janë gjitë emnin djalit. Halik, ose është më grith se Khalik, që i bjen krijues, Allahu është krijuesi i qejve dhe i tokës, s'ka krijues tjetër. Kur të janë gjatë djalit Khalik, ti po i thu krijuesi, pas ka një krijues tjetër përveç Allahut. Ose me hëd but Halik i bjen i shkatrum. Një bombë atomike që ka shkatru një qytet, Halik është ajo qyteti i shkatrum. Një tërmet që ka shkatru një qytet, ajo është Halik. Pse në gjithë këtë emën? Ka mana, ka regula, kanë regula emnat. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka këshillu me undru emrat e këqi. Ata cilët nuk e kanë ngu, i kanë ndjek që e fatkeqësi të jetën. Andaj çfarë themi na? Themi, është përgjegjësi e prindit. Përgjegjësia e prindit është me pas kujdes çfarë emën po i ngjitet djalit vet ose çikës vet. Kemi pas rast ku na ka thonë dikush, hoxh, mos rastësisht përgjegjësia e babës emnin e djalit më ngjit, e përgjegjësia e nanës emnin e vajzës. Jo, emni, edukimi, veshmbathja, mirëmbajtja, shkollimi, martesa, i takon përgjithësi babës. Nona i edukon,
por nëse ban të pa edukum fëmit, përgjithësinë e man baba. Deri në atë moshën kur ata fillojnë vetë mi kap senet. Vajza nuk mund mu feju, nana s'mund me feju vajza në islam. Baba e fejan. Baba e fejan. Jo nana. Normal që baba pasaj du të më koni kujdesshëm, më koni besimtar, aty ku du të me feju, mos me thonë për inati, se na kemi prind që i thot qikët që për inati, s'tjap që aty. Nësë është djali i mirë, i devatshëm, i sjellshëm, i edukum, nuk du të me majt inati. Nuk du të, se kemi raste dhe manë, po dhe kemi raste kur baba është i papërgjetshëm, hiç janin fare, ban bi qka dush. Unë kom një prind të i thonë vajzës vetë, bia, me kënë dush ka, veç mos shka me ka 2 me ka 3. Kja është dejuzlëk. Dejuzlëk. Pejgamberi ka thonë dejuz të meshkuj. Ja Rasulullah qka në dejuz? Haj që batë razi me fliqtin në shpit vetë. E she qikën të hypë në përkjer atë huj, e she gruën të hypë në përkjer, nuk e ka gajle. I ka vdek gjelozia. Ja, unë e kam demokracinë, kjo s'është demokraci, kjo është shtazari. Prandaj, të dashë vëllezër, këto duhet me ditë kush kënë e ka përgjegjësi. Vazhdoj me pikën tjetër, largimi nga vendet dhe mundësit e dyshimeve. Thot, transmetohet se njëherë pejgamberit alayhi salatu wasalam i erdhën disa dhurata, edhe jo shpërndajti disa njerëzve. Sahabët e dishin se në mesin e qëtyne njerëzve që janë të praneshëm, ka do tjerë që janë më të nevojshëm, po pejgamberi nuk për ju jep. E për ju jep do tjerëve që nuk janë të nevojshëm sa këta të parit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë personi i cili ka dashur mi ik para gjykimeve, mi ik dyshimeve, mi ik aty në momenteve kur tjerët mujnë me akuzu me bo gisht kaj, është sqaru, ka pas shef me sqaru senet. Edhe, ja ka marrë menja që mune dikush me paragjiku, o që edhe ka thonë o burra, në mesin tonë ka do musliman të cilët shumë i du, edhe për një me kanë nevoj, po e di se janë qash burrat kujdesshëm edhe sabërli, nuk folin për mu në poshtë e naltë, e une nuk ju dhash atyne, se jenë lidhë shumë me Zotin ata, ju dhash do tjerëve që e di që ata mujnë me fol, e nuk janë qashtë të edukum, e për mjë mshil gojen, tha ju dhash atyne. Pra, nuk o që si di, tha une sanët. Edhe ta unale nuk banë zonë se... Pra njëjtë e sikur se një njeri cili dika në doran shumë, e diku ja thot në sy. Kur t'ja thot ati në sy, ka herë e da ata që ja thot në sy. E da, nuk e ka qëllim me nënqmu ata. E ka qëllim me marrvesh të tjertë. Po e hana i shkreti, se e di që ka pa të klif me ta. Si dhe nëot. Për me marrvesh tjetë, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, për me amshel gojnë të tjerve, ju dha. Ata që i kish për zamër, që e dike që ata nuk prejken me ta, i la. Po ashtu transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wassalam një natë doli prej xhamis me bashortën e vet, e cila i kish pru buk në itikaf në xhami, edhe po e përcilte, unal mas taravis, mas jatsis, unal vona janë xhami, të ba muhabet me pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe masi ishte vonë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam shkoj me përcjell dhe të shtëpia, dhe pse i ka pas shtëpia të pejgamberit alayhi salatu wasalam afër xhamis, i ka ra i vjen në çet pjesën, domethënë xhamia Kibla Knena, në çet pjesë i ka pas dhomat e bashortëve të veta, por njënën hala nuk ka mujt me sistemu aty, për arsye se nuk ka mujt hala me bën një dhomë dhe një korridor kanë pas ata, mesatarisht ka qenë korridori një me një gjys ose një me dy, kurse dhomat janë para pa më konë diku 3 me 5. 3 me 5. Që asisoj edhe shtratin e ka pas në atë formë që si duket ka jo 3 metrë që kur
kur o falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, koka ati ka prejkë të kamët e bashortës vetë. E thot Aisha radhiyallahu anha, nafile kur ka falë, i mledhësha kamët kur bike në sejdë namaz nafile. E ka pasë një shtëpi që ka bler njëherë për një sahabiut pak më larg pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë të e çu qatë bashortën e vetë deri te shtëpia të e përcjell, po natë ka qenë errësirë. Edhe ka qenë mbulume, edhe terr, edhe kanë kalu rrugës dy burra. Kur e kanë peshojnë një mashkull, spedalojnë mirë, po afrohen, e kanë pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, me çka me një grua. E thanë, largo se pejgamberi kone sallallahu alaihi wasallam. Largo, pja bëjnë një tjetët. E panë me një grua, tash kush është kjo gruaja? Kur deshtën mu largu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha nalnë. Mos ikni, mos u largoni. Tha pse ja Rasulullah? Tha që kjo gruaja me cilën po më shifni, tha është gruaja jam e Safia, e përmeni memën. Jam të e qu të shtëpia, e përcjelli udhës. Thanë ata, ja Rasulullah, pse po e përmen këtë arsyetim, apo mendon që na dyshojmë të te? Çka tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shejtani lëviz në venat e njerit, në damarët e njerit, qashtu që është lëviz gjaki. Edhe pat Afrikë mos po mundohet me mbjell në venat, në damarët të ju, dyshime. Kush ke atho, se ja pa më ftyrën, a kush o konë, që është në këtë natë, që është në këtë terë, a dhe ku e qaj, a kush kaj, a? Qka bën besimtari? Besimtari ikë prej vendeve edhe momenteve dyshimta. Ka thonë Hazreti Omeri, kur të shkosh në vendet dyshimta, kur të shkosh, mos më thuj masanina pse po më paragjykon. Pse po më paragjykon, të ditën rri me drugirasha. Të natën rri në përmenet pista. Masajna evlia me të thonë pëdusha? Së me thonë evlia. Shokët kretë mangupa. Shme thonë buri mirë. Unë nështë asë me të akuzu. Më thonë vëllaj përri me filanin, me fistekin, përri me qëta, përri me... Në kemi rast se kur kena pa dhe, më thonë, gjërat pahishme, kur të vim me falë sabajnë rrugës, djeme, vajza, tash edhe më vjen keq se du të jam i kujdesshëm në fjalor se mos nuk shkohet, ata thonë edhe një fjalë, nuk shkohet me tesha deri këtu vajza, domethënë 18 vjeçare, 20 vjeçare me blen market në 4 të natës, në 4:20 na thirrim sabajin ver këtu. Nuk shkohet në ora 4, kesh me ble sakëza, jo, nuk shkohet me ble sakëza në 4, që të rrugën. Jo me bacin. Shkoraja që tërkan. Pastaj kur i thush babës saj, a me të thonë, a mos me të thonë? Mos me të thonë, amanetin tem si vendas, si thuj qysh dush. S'po du me e tratu. Me të thonë, qa po përzijesh, a kupton? Jo vallas, kesh me ble sa këza, jo sa këza. Nashta sa këza tjerë po, se qasi që hahen jo. Jo, pasha Zotin jo. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ju ka ikë dyshimeve. I Rasulullahi alayhi salatu wasalam. Së më thuj mu, më së më rajmë konë, shkoha me ble sa këza të hip në qërë natën, gjithë natën, hipi. Jo, habibi jam. Ja. Këto sene nuk më... E tash masajna, kur dyshojnë njerëzit, kur bëjnë me gisht njerëzit, më thuj që o ba. Ruje prej dyshimeve. Banu i drejt. Ta thirë di kanë telefon, kalzaj kush je. Alo, selam aleikum, jam filan fisteki. Kalzaj së qaraju. Kanë e thirë, kush do koft. As po më gjosh, as po më gjosh. S'ki nevoj mi thonë kështu, me shti dyshime. Ose ke thirë me një numër që nuk të ditë kush është qarau, kush je. Jam filan fisteki, jam filan profesion, e kam
Kam nevojë kështu, që kur ta shohin njerëzit, çka ke shkruar mos më dyshu kërkush. Na për shembull, unë kam rregull. Kërkuj nuk ja çeli telefonin WhatsAppin, përveç këtij. WhatsAppin, Viberin, absolut jo, absolut, veç nëse kom shkruar, kom rujt numrin e çitije, kom rujt, kur e di që e çeli. Pse? Çdo sen letruhet. Mos më thon nesër 500 pyetje në ditë. Mos më thon burri filanës se i fistekët çka ke fol me gruan tame, çka. Jo, çka i ke shkruar. S'dojmë dyshime. Na jetojmë për izat Zotit. Na i bëjmë sanët paq, i bëjmë sanët Allahu azza xal më koni kënaqen. E takhshawnuhum, e përmana. Apo ju tut në njerëzve? Jo, Allahu do të më tut. Ai që i tutet Zotit nuk i tutet njerëzve. E tash për mos më tut njerëzve tut ju Zotit. E për më tut Zotit bani sanët marr. Bani sanët marr. Pejgamberi më i miri i gjithësisë, në fytyrë tokës ka ec burr më i mirës. I ka nal burra, trap nalun jo burra. Vallahi tha çka është bashkort jame. Jo ja Rasulullah, jo, se shejtani ec nesër, mas nesër. A di çka? Atë ka bon vaki që mas 5 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë, ke filluar, ke pas shok filanin. E ke pa të shkru në herë, ku e di, të shkru, ai ka shkru mirë. Edhe ti se ke paragjiku se e ke pas shok. Kanë kalu 5 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë. Ke fillu me dëshu taj. Kretë sanët i ke lidhë, se shetani ma sanët i lidhë sanët. A i ba ki, s'ka faj. A ma është men para 20 vjetë, ka pas shkru njerë në telefon kështu ti, shkon të i lidhë, të i shtua, të i ba. Pse? Se shetani e gje momentin për me shti dyshime. Qka du të me ba? Sanët du të me ba të gjitha në tavolin. Bile në islam, kur thirë dikush, o filan, do të më nalë një herë, edhe më këthy me kretë trupin, urna, kështu këto format, a dhe në këto, kur ti në për banesa, mos po më shet dikush, nuk i da islami. Islami do mi ba sanët paq, kretë mi pa, kretë mi dit. I pëlqej filonit fistekit, hitë së është më rëndësi. Ama kur ti ishtë në për banesa të uja, e ku të mënosh me më shef tjerën që atje, 3 banesa ma anina se po më shojnë, ja, ashtu sështë, ashtu nuk o burni. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë kujdes me paragjykimet, mos i gjykoni njerëzit, filani, po më duket kështu, po më duket mas, o vllavi jam, mos e men qa filani, për i Zotë Zotit, mas. Ka thonë, rana ma madhe që e bën njeri është kur i paragjykon njerëzit pa fakte. Qysh pa shkon aty, vallaj mu duket se ma shiti ma shtrejt pa kune, më duket mu isha me marë ma lirë, mos ja bani ai pianina me sy, ma shtrejt atja, vdin ka shku me ble ai diçka, një banes, ose një shpi, ose ka shku një material me ble 5.000-10.000, më duket që mos i paragjykon njerëzit. Zamra ma shnosh është ajo e cila nuk menon keq për të tjerët. Allah se cili ka gajlet e veta, nuk menon keq për tjerët. Allah në bëft për atyre që jemi të kujdesshëm, edhe nuk i paragjykojmë kërkan, Allah në falë të në përmirësaft. Amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.